edhe nuk ka ashtu ndoshta filtrim të informacioneve të cilat ka mundur me i ndo kryeministri Kurti. Po, ajo tash i përket do të thonë organeve hetuese ose ulëntuese të kryeministrit të Republikës Kosovës se si do të vazhdojnë. Në fakt kam një pyetje kështu, a mundet kryeministri Kurti t'i padis ata dy komedian rus? Lidhe me këtë. Padyshim se ti mund t'i padisësh edhe në aspektin shtetënor, do me thonë, edhe shteti t'i padis, por sa do të ketë dobi ajo, unë nuk e di se sa do të ketë dobi ajo, por ajo çka është e rëndësishme, do me thonë, ajo preventiva që mos ndodhë më, sepse sa i përket asaj që unë po mendoj në aspekt sigurie, nuk të ka shkaktuar ndonjë dëm, do me thonë, direkt, mund të shkaktojnë ndonjë dëm të imazhit të personit të caktuar, por dëm diçka në aspekt sigurie nuk ka, është e rrezikshme. Definitivisht se është e rrezikshme, kur ka qenë e rrezikshme për zonin Kamala Harris, që ka qenë edhe në presidente e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, si mos tjetë e rrezikshme edhe për neve, ku jemi një shtet mikro i vogël me 1.5 milion banor. Gjithçka ka i përket Kosovës dhe gjithçka që i përket që na vije prej Rusisë ose prej Serbisë, dihet që është e rrezikshme, sepse rrezikshmëria ka qenë më përpara e lartë, është tash kurse tashmën mendoj që do ta ketë ndonjë establishment politik atje liberal dhe të mbarojnë më këto gjana që po sulmuemi do me thonë vazhdimisht në 7 ditë javës dhe 24 orë ditës. Zotë Spaju, një pyetje për fund për ty. Si e pat njohjen që erdhi nga Kenya, një njohje që ka arritur ish presidenti i Kosovës Becet Pacolli? Po, është një që më rëndësishme që